Kirësi, etër të dashur, vëllezër dhe motra. Tha Zoti, Abraham, ja ku jam, tha ai. Mere me vete të birë, Isakun, birin tënë të vetëm, që ti e do. E shko në tokën e Morjahut, atje kushtoje si fli me djegje të plot në një nga malet që do të tregoj unë. Abrahami u ngrit herët në mëngjes, shaloi gomarin, e mori me vete di shërbëtor dhe Isakun, birin e tij. Pasi preu dru për therore me djegje të plot, u ngrit e shkoi drejt vendit që i tregoi Perëndia. Ditën e tretë, Abrahami ngriti syt e pa vendin larg. Atëherë u tha shërbëtorëve: prisni këtu bashkë me gomarin, ndërsa unë e djali do të ngjitemi atje, do të adhurojmë e pastaj do të kthehemi te ju. Mori drut për flin e ja ngarkoi Isakut, të birit, ndërsa vetë mbante në dorë zjarin e thikën. Kështu u nisën të di bashk. Isaku i thot atit: Atë, ja ku jam biri im. Zjarin e drut, ja ku i kemi, po qëngji për flin ku është? Vetë Perëndia do të kujdeset për qëngjin e therores me djegje të plot, biri im, i tha ai. Kur arritën te vendi që Perëndia i kishte treguar, Abrahami ngriti një altar dhe i vendosi drut mbi të. Lidhi Isakun të birin dhe e vuri mbi altar, mbi turën e druve. Pastaj zgjati dorën e mori thikën që të therte të birin. Një angjëll i Zotit i thiri nga qielli i tha: Abraham, Abraham. Ja ku jam, tha ai. Mos ngri dorë kundër djalit e mos i bëj gjë, se tani e di që ke frikën e Perëndis e nuk e kurseve për mua as birin tënd të vetëm. Për 100 vjet priti Abrahami të përmbushej premtimi i Zotit për lindjen e Isakut. Ngjarja që lexuam besohet se ndodhi kur Isaku ishte afër 33 vjeç. Në tregim vëmë re se nuk përshkruhet asnjë reagim emocional i Abrahamit. Nuk e dim as se çfarë mendoi kur mori urdhrin, nëse pati konflikt të brendshëm, nëse vuajti, nëse u friksua, nëse u shqetësua, nëse nguroi. Absolutisht asgjë. Dialogjet janë të thatë: Abraham, ja ku jam, bëj këtë, dhe menjëherë bën atë. Kjo nuk do të thotë se ishte e lehtë për Abrahamin ajo që i kërkonte Zoti. As për Isakun të bindej ndaj atit plak verbërisht dhe të ulej vetëm mbi drut, t'i lidhte duart për ta therrur. Ajo që sigurisht dim është vetëm ajo që thot Zoti përmes angjëllit në fund: tani e di që ke frikë ndaj Zotit dhe nuk e vure as të birin tënd të vetëm mbi mua. Mund të imagjinojmë se si do të reagonte një njeri i sotëm ndaj një urdhri të tillë nga Zoti. Do fillonin ankesat: pse o Zot, vetëm mirë kam bërë në jetë, e të tjera.
Kur vim në këtë botë, ose ta themi më mirë sakt, kur vim në ekzistencë, nuk kuptojmë as nga erdhëm, as ku po shkojmë. Dhe ndërsa nuk i kemi qartësuar këto, jetojmë jetën si kur i kemi kuptuar të gjitha. Shpenzojmë kohë të pa fund në marrëzi, kërkojmë pasuri materiale, dije e të tjera. Kërkojmë të fitojmë jetën tonë. Zoti kërkon të japëm jetën dhe të gjitha sa ajo përmban për atë që na i dhuroi jetën, për Krishtin. Prandaj sot në Ungjil Zoti Krisht thot: kush e do të atin apo të ëmën, më shumë se mua, nuk është i denjë për mua, dhe ai që e do të birin ose të bijën, më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe kushdo që ka lënë shtëpi, vëllezër e motra, atë, nën, fëmijë ose ara për hir të emrin tim, do të marrë 100 fish e do të trashëgoj jetën e amshuar. Shumë njerëz kërkojnë një kuptim në jetë, një qëllim për të cilën ja vlen të japësh jetën. Dhe ky qëllim sigurisht duhet të jetë mbi jetën. Sot, në festën e gjithë shenjtorëve, na zbulohet qartë cili është qëllimi i ekzistencës sonë dhe kur jeta jonë konsiderohet e suksesshme. Këtë e kuptuan mirë të gjithë shenjtorët. Apostujt lanë çdo gjë për të ndjekur Krishtin dhe për të predikuar Ungjillin në gjithë botën, shpesh deri në martirizim. Hierarkët ofruan jetën e tyre si barinj të popullit të Zotit, duke mësuar, duke udhëhequr dhe duke mbrojtur besimin. Mësuesit e Etrit ju përkushtuan predikimit dhe mbrojtjes së besimit të drejtë kundër herezive. Dëshmorët ofruan jetën e tyre duke pranuar vdekjen martirike se sa të mohonin Krishtin. Homologjetët ofruan trupin e tyre duke duruar persekutime dhe tortura për besimin e tyre. Shumicën e shenjtorëve në histori nuk e njohim. Njohim vetëm ata që Zoti deshi t'i njohim si shembull për ne. Prandaj shohim se të shijojmë jetën tonë thjesht si një mënyrë për të kaluar mirë, nuk është e shëndetshme për një të krishterë. Duhet që jeta jonë të jetë vetë flijim për Zotin. Vëllezër dhe motra, jeta jonë është një kapital për investim dhe jo një shpërblim për diçka. Kush e jeton jetën për veten e tij, do ta humbas për gjithmonë. Kush do ta dorëzoj Krishtit me dashuri dhe ai do ta fitoj dhe do ta shijoj në përjetësi. Amin.